Mirëmëngjesi. A e ke prej biletën? E ke prej biletën për Shqipëri-Serbi? Për 2 ditë është ndeshje e cila është më shumë se sa futboll, është histori, është emocion, është gjitha gjëra dhe shpresoj që e para nga ana qytetare shkojë mirë dhe e dyta nga ana sportive të fitojmë ne bindshëm. Por ajo që vjet re është interesimi i jashtëzakonisht i madh i njerëzve për ta parë atë ndeshje, ka mbi 200 sa mijë kërkesa mbi kapacitetin e stadiumit, se stadiumi e kemi bërë të vogël ne, se nuk do na vinte dita që ta mbushnim. Dhe ajo që po përflitet lart e poshtë është shitja e këtyre biletave në treg të zi, ka shku 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 euro një bilet. Tani nuk di çfarë të them, po unë lexova këtë lajmin sot. Dhe me të drejtën duhet me bësh shumë kujdes sepse janë lëshuar për të kapur ata që shesin bileta në treg të zi. Dhe do thoja edhe një gjë tjetër, që nga një anë më mirë mos i shisni, shkoni shijojeni këtë ndeshje vetë, me që e keni ble biletën, se janë ca evente, janë ca raste që vinë vetëm një herë në jetë. Ashtu është dhe kjo ndeshje. Kështu që hajde, me fitore çunave.